Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët me urdhër të prerë. Nëse vuani nga kjo sëmundje, mos I fusni në gojë qershit. Jemi në sezonin e qershive dhe këto ditë me siguri të gjithë I keni konsumuar me shumicë, por disa njerëz kur I konsumojnë, I kanë në qejf të janë bashkë me bërthamat. Mirë po, për gastroenterologët kjo gjë mund tjetë shumë e dëmshme. Mjekët e urgjencës kanë treguar se ndonjëherë është të dashur edhe të bëjnë ndërhyrje sepse dikush ka ngrënë qershi ose vishnja të plota me gjithë bërthama. Qershit përmbajnë shumë vitaminë C dhe beta-karoten, vitaminë B6, vitaminë K, acid folik, minerale si kaliumi, hekuri, bakri, mangani, kalciumi, magnezi, fosfori, zinku dhe kobalti. Përveç kësaj, ato janë të pasur me fibër vegjitale, të cilat ndihmojnë me tretjen më të mirë, ndërsa prania e celulozës rregullon gjithashtu sistemin tretës. Frutat më të errëtë janë të shëndetshëm sepse kanë përqindje më të lartë të antiocianinës dhe kanë efekte të mëdha anti-anemike. Ato përmbajnë melatoninë e cila ndihmon në relaksimin. Para se t'i konsumoni, duhet t'i lani mirë me ujë të ftohtë. Sipas Medical Daily, doza ideale do të ishte një tas qershi në ditë, ndërkohë që sasitë më të mëdha mund të shkaktojnë probleme me tretjen, ndaj personat që tashmë kanë probleme me të duhet të kenë kujdes se sa qershi hanë. Rekomandohet vetëm një grusht në ditë për personat që kanë probleme me tretjen. Në të kundërt, problemet e tyre mund të rriten. Një filxhan me qershi përmban 90 kalori me një furnizim të bollshëm të fibrave, proteinave, vitaminës C, A dhe E. Konsumi I qershive çon në rritjen e aktivitetit antioksidant në trup. Një studim klinik I kryer në Universitetin e Michiganit doli në përfundimin se qershit janë të pasura me vlera të larta ushqyese. Qershit ndihmojnë në trajtimin e artritit reumatoid, në uljen e niveleve të sheqerit, në parandalimin e sëmundjeve të zemrës, në uljen e rrezikut të prekjes nga problemet e zorrës së trashë. Përmbajtja e lartë e antioksidantëve ka qenë e lidhur me nivelet të reduktuara të oksidit nitrik, një përbërës ky I lidhur me osteoartritin dhe artritin reumatoid. Ato ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit tek njerëzit me diabet. Qershit përmbajnë antiocianinë, antioksidant ngjyrues natyral dhe kanë përfitime të shumta shëndetësore. Në studimet e hershme laboratorike që përdorin qelizat e pankreasit të kafshëve, antiocianinat rritën prodhimin e insulinës me 50%. Nga ana tjetër, studiuesit këshillojnë që të kufizoni qershit të ëmbëlsuara, sepse ato përmbajnë sheqer shtesë dhe më pak pigment të dobishëm te qershit. Ato ndihmojnë në uljen e rrezikut të problemeve të sëmundjeve në zemër. Qershit mund t'japin përfitime të ngjashme shëndetësore kardiovaskulare, si ilaçe që përdoren për të rregulluar yndyrën dhe glukozën te personat me sindromën metabolike. Sipas ekspertëve të shëndetit, qershit zvogëlojnë rrezikun e goditjeve në tru. Ato ndihmojnë në uljen e rrezikut të problemeve të zorrës së trashë. Fibra dietike të qershit ndihmon në uljen e rrezikut të problemit të zorrës së trashë, citon Instituti Amerikan për kërkimet e sëmundjeve AICR. Konsumi I fibrave dietike ndihmon për të mbajtur nën kontroll edhe peshën trupore. Mbi pesha cilësohet një faktor rrisku për këtë problem, që mund të rrisë rrezikun e prekjes nga sëmundjet të rënda. Një studim I kryer në Universitetin Shtetëror të Michiganit doli në përfundimin se antiocianina në qershi mund të zvogëlojnë rrezikun e problemeve të zorrës së trashë. Qershit ndihmojnë në përmirësimin e kujtesës. Qershit janë një burim shumë I mirë I antiocianinës, të cilën ndihmojnë në rritjen e kujtesës. Qershit janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga pagjumësia. Konsumi I lëngut të qershive rrit kohën totale të gjumit dhe cilësinë e gjumit, kështu që një gotë me lëng qershie në mëngjes dhe në mbrëmje ndihmon në përmirësimin e gjumit. Universiteti I Pensilvanisë dhe Universiteti I Rochester monitoruan zakonet e gjumit të 15 të rriturve që pinin lëng qershie në mëngjes dhe në mbrëmje për 2 javë. Rezultatet e studimit treguan se kishte një ulje të ndjeshme të pagjumësisë gjatë javëve që pjesëmarrësit pinin gjithashtu lëngun e qershive. Qershit kanë origjinën aziatike, ndërsa në Europë janë prapur rreth shekullit të dytë. Në lindjen e largët, sidomos në Japoni, pema e qershisë është shumë e përhapur dhe periudha e lulëzimit të saj është nga më të bukurat të vitit. Shumë turistë vijnë nga çdo vend I botës për të parë hanamin, që I përkthyer në shqip është shikimi I luleve.
Qershit janë shumë të pasura me vitamina, sidomos me vitaminën C. Qershit piqen dhe gjenden në përtregje në periudhat maj-korrik. Vlerat e qershive në organizëm janë vërtet të larta. Qershit përmbajnë vitaminën C, A dhe potas, por në të gjenden në sasi të vogla të mineraleve, polifenoleve dhe fibrave. Ndihmojnë shumë në funksionin e aparatit tretës dhe kanë efekte antiinflamatore. Është një frut shumë i mirë për ato që ndjekin një dietë për dobësim, pasi kanë pak kalori dhe përmbajnë flavonoide që kanë aksion antioksidant në luftimin e radikaleve të lira. Sipas studimeve, vetit e qershive ndihmojnë edhe në problemet e kyçeve që vijnë nga problemet e artritit. Një veçanti e qershive është përmbajtja e lartë e melatoninës, që njihet për balancën e ciklit të gjumit dhe të zgjimit. Melatonina është gjithashtu një antioksidant i fuqishëm që ka efekte parandaluese ndaj sëmundjeve të ndryshme. Gjithashtu, ato janë të dobishme në luftimin kundër problemeve të zemrës. Lëngu i qershive këshillohet për ata që vuajnë nga pagjumësia, pikërisht për shkak se përmban melatonin. Edhe bishtat e qershive kanë efekte pozitive për trupin tuaj. Në këtë aspekt, qershit mund të cilësohen si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese për trupin e njeriut. Ekspertët këshillojnë konsumin e 20 kokra qershie çdo ditë, dhe nëse nuk konsumoni fruta të tjera, mund të arrisni ato deri në 35 kokra. Qershit, jo vetëm që janë të shijshme, por gjithashtu kanë edhe shumë benefite në organizmin tuaj, duke ditur edhe rëndësinë e veçantë që ato ofrojnë për organizmin. Qoftë forma e tyre e vogël dhe rrumullakët ose ngjyra mjaft tërheqe na çon edhe tek përfitimet më të mira të sezonit të tyre, duke patur parasysh se ato kanë vetëm pak kalori dhe shumë veti shëndetësore, mos hiqni dorë prej tyre, por duhet jenë të freskëta dhe të pjekura mirë. Nuk dihet me saktësi se kur u prap qershia në mesdhe, por sigurisht që bëhet fjala për rreth 3000 vite më parë. Qershit t'japin ndjesinë e ngopjes, e mbi të gjitha kanë pak kalori. Janë një vakt i mirë freskues, sidomos në pasditet e nxehta të verës. Për më tepër, qershit mund t'jenë edhe një zgjidhje shumë e mirë. Të përziera me ujë me kanellë mund të krijojë gjithashtu edhe një diuretik qetësues. Këto fruta të vogla janë të parezistueshme, përmbajnë vitaminën A, C dhe ato të grupit B. Janë një burim i fortë i olegoelementëve, mineraleve mes të cilave hekuri, kaliumi dhe magnezi. Të pasur me antioksidant të nevojshme për të neutralizuar radikalet e lira dhe të luftojnë në plakjen. Sipas studimeve të fundit, qershit janë një ushqim i rëndësishëm për ato që bëjnë sporte dhe janë tepër aktiv. Avantazhi më i mirë merret duke pirë lëngun e tyre dhe duke konsumuar disa kokra për mëngjes. Përveç se të bukura për t'u parë, qershit na bëjnë edhe më shumë përfitime, sidomos për lëkurën. Gjithashtu, një fet kastraveci me një lukos natyral i përzier bashkë në mikser me disa qershi të pjekura dhe i lini të pushojë për 10 minuta. Përgatisni një maskë rifreskuese dhe rivitalizuese për ta aplikuar në zonën rreth syve. Në këtë mënyrë do të largoni qesët që formohen, rrullat dhe shikimin e lodhur. Por jo vetëm kaq, me 150 gram tul qershie të furluar, duke i shtuar një lugë vaj ekstra të pastër, krijohet një masë anti-rrull që lihet në fytyrë për 10 deri në 15 minuta. Kështu përfitimet që do të merrni prej tyre janë vërtet të larmishme. Një studim i ri publikuar ka treguar se lëngu i qershive është mjaft efektiv në uljen e presionit të gjakut sesa medikamentet. Nëse ju pini 60 ml lëng qershie të holluar me ujë, presioni i gjakut do të ulet me 7% brenda 3 orëve. Kaq mjafton që të ulet rreziku për sulme në zemër me 38% dhe të ulet rreziku i sëmundjeve të zemrës me 23%. Qershit përmbajnë dy përbërës të fuqishëm siç janë antocianina dhe flavonoidi, dhe shkencëtarët kanë gjetur se qershit ndikojnë pozitivisht edhe në pezmatimet kronike. Duke qenë se janë një burim gjithashtu i mirë i vitaminës C, ato janë një zgjidhje shumë e mirë për trupin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mundësojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative që mund të ndodhin në shëndetin tuaj.